Në zemër të komunës së Klinës, i rrethuar nga kodra dhe fusha të qeta, ndodhet fshati Dolc. Një vend i vogël në hartë, por me histori të madhe njerëzore. Fshati shtrihet rreth 500 metra mbi nivelin e detit, në një territor që për shekuj ka mbajtur gjallë jetën bujqësore dhe traditat familjare të banorëve të tij. Sipas regjistrimit të viteve të fundit, Dolci ka pasur rreth 276 banor, por si shumë vendbanime rurale të Kosovës, edhe këtu migrimi ka lënë gjurmë. Shumë familje janë larguar drejt qyteteve ose jashtë vendit, duke bërë që shtëpitë të zbrazen dhe komunitetit të tkurrët me kalimin e viteve. Historikisht Dolci ka qenë një fshat ku kanë jetuar edhe familje të komunitetit serb. Thuhet se dikur ishin mbi 50 shtëpi serbe, ndërsa sot kanë mbetur vetëm pak prej tyre. Një tregues i ndryshimeve të mëdha që solli koha, sidomos në periudhën e luftës. Gjatë viteve 1998 dhe 1999, zona e Klinës ishte ndër më të goditurat nga konfliktet e spastrimit të popullsisë civile, edhe Dolci nuk u kursye. Shumë familje u detyruan të largohen, disa shtëpi u dëmtuan dhe u dëgjën, ndërsa shumë nga ata u rikthyen pas luftës, gjetën një realitet të ri, të vështirë dhe të ndryshuar përjetësisht. E sot Dolci ka hyrë në një etapë tjetër. Në qendër të fshatit po zhvillohen punime të rëndësishme infrastrukturore, të cilat synojnë krijimin e një rrugë tranziti që do të lidhë më shpejt fshatin me Klinën, Pejën dhe zonat përreth. Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se takohemi me një javë tjetër të emisionit Në Votër. Kënaqësi shumë e madhe. I them gjithmonë sepse ka mundësinë që të udhtoj nëpër fshatrat e Votrës tonë dhe sigurisht që emisioni Në Votër nuk ndalon as verë, as dimër, as nëpër shi e as nëpër mjegull. Po e them mjegull sepse sot e kemi një mjegull shumë të dendur, por megjithatë kemi vendosur që me e bë emisionin edhe për gjatë kësaj jave. E kur thash që nuk ndalet as verë e as dimër as shi, ja u kam dëshmuar sepse edhe gjatë verës edhe në ditë me shi, e kemi realizuar me njerëz fantastik që i ka vendi jonë, Kosova jonë e dashur. Sot përsëri jam në komunën e Klinës, në një fshat që përmendet edhe për në kohën e luftës, por që edhe pas lufte e më tutje deri në ditët e sotme. E po bëhet fjalë për fshatin Dolc. Ky që nuk është larg Klinës, pothuajse mbase pak kilometra, fshat ky i cili me kalimin e viteve u braktis nga njerëzit. Po flasim vetëm në vitin 2011, ku regjistrimi i njerëzve, banorëve e rezident ishte në 276. Dhe sipas të dhënave të fundit, po ashtu edhe nga njerëzit e rrethinës dhe nga banorët e këtij fshati, ai është braktisur madje bukur mirë. Një fshat që 98% i ka banor të komunitetit shqiptar dhe një 2% i vogël janë të komunitetit serb. Kështu që së bashku me Dinin, në këtë ditë gjerimit të emisionit, kemi me mundu që me taku njerëz edhe me një sjell nga pak pamje që vinë nga mjegulla e dendur qysh e përmenda, por gjithsesi kemi me mundu që me sjell diçka prej këtij fshati. Aktualisht jam përballë një krenarie e cila është vendosur tashmë në lapidar nga banorët e Dolcit dhe sigurisht që edhe këtu pati veprimtari të madhe. Në fshatin Çabit që isha javën e kaluar, u përmend edhe fshati Dolc që ka shërbyer si vend strehim, po ashtu edhe baza të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Nuk dua që të zbuloj nga ky kënd më shumë, kështu që së bashku sot me mua Valajazin dhe me Din Emirin kameraman, i cili sot e ka një sfidë të jashtëzakonshme, por që me xhiru në këtë ditë me mjegull, që ndroni me mu edhe me pamjet e Dinit në fshatin Dolc të Klinës.
Banorët e Dolcit ndër vite kanë pasur disa probleme për vetë faktin që në rrethin kanë qenë protestues me një farë forme për mos me ndërtu projekte të gërthysve ose projekte të tjera industriale që i takojnë në rrethin të Dolcit. Me sa duket ata nuk ja kanë dalë mban sepse fatkeqësisht nuk shihet prej mjegullës, po që para tyne ose në rrethin të tyre është gurthysi dhe një vend që njihet për rasa, për gur, nga aty janë nxjerr zakonisht dhe që forma atyre e protestës nuk është që ja kanë dalur bukur mban. Ne po tentojmë që me taku ndonjë banor të Dolcit me na tregu në fakt çush ka qenë puna. Ai u ka shku deri në vesh të sigurt që mos me u ndërtu, mos me u realizu këto projekte industriale që kanë qenë të parapara në këton. Po e shoh një zotëri, nuk e di a mundet me na fol, po gjithsesi dini na përcjell me kamere. Kemi edhe pak të ftoft realisht, po siç e thash në fillim duhet me realizu këtë emision. Përshëndetje zotëri. Si ja e lodh? Po të folje se mos i po të shka, edhe jam shotin një kopësie, a je mirë, a je lodh, a je buri fort? Po më vjen kokë do, apo shena i san për mjegullës? Gjësa. Vi që doj rrugën më rëndësi. Ndërumën jam Vale, jam prej Prishtine, realizoj një emision në përfshatrat Kosovës, paka shumë historia, fenomeni braktisjes, fenomeni i lomjës në punëve, gjysë komuna që ka bo, që ka s'ka bo. Kështu që tu jam kërkem të njerëzve që mundën më tregu pak për fshatin Dëllë, se di që ka një histori bukur të mirë edhe në periudhën e luftës, edhe më tutje. Kam dëgju që e kanë lëshu shumë fshatin e që si sane. Tash, kom marrë që 11 vjetë këtë në këtë fshat. Që 11 vjetë? Që aty, po. Se disa asa kanë shu që këne është Për cilët vend kjo ardhë? Pesiqive. Pesiqive. Qka e mirë të solli në Dëllës? Po, më solli se në atë kohë kërë më kanë djemë të këm pasë në fakultet, Po. i malli ka qenë punë në venit, afer punë, afer fakultetit atje, Pesiqive s'kish rëgtim. Ju ka konvenu? Na ka konvenu. Ma shkurt. Ujtë ma tepër se atje në mungoj këlla tu. E këtu çush e gjete fshatin Dëllës? Tu, po mirë, tu tash jam adaptuar, kam shpinë se që atje, ma poshtë më E tash a keni problem me uje kësi gjana? Ja, tash kam ujtë e banane, kam 20 metra, 16 i ka ujë, se kam problem mas me bë kopshtet, tanat mija që janë. Qështë të pretën banorët këto? A ka të komunitetit serb banor këto? Po, që ajo shtëpia që aty është. Po. A ju kanë prit mira, keni pas probleme me ta? Jo, s'kam pas. A di probleme ku e marrë, unë një në kone një 5-6 shtëpi, po tash jo. Tash, më thonë, si banojnë dy janë në realitet, një që tu, edhe një manal, a din si rrinë në stop, a din? Tjertë jo, një ku e marrë, po, rrishin e tash, pa, shka pa ti, në mashin e mëtë se, dha të natë vetën, su kuna se këna që jetën deri që tash si, henez, babëgjysh, je përshka këtë dërzhavë, theshin, kjo vjen, kjo shkën, maj... Me i mëtë, që shtot një popull. Edhe se kur tala herët borë si zde shqiptarë, nëse familja ju në ka qenë në atë kohë, si ka majtë njerëz patriotikë, për shama, u kësa dike, u konë, kanë majtë ata, aty dhe aty, si në konë, ballistat në realitet, i kanë majtë. A je dalë në pension ti? Po, ku punon më Malëzganë. Ne pasinin e herë Malëzganit zonën. Vallaj, veç kallëzëm, qa Malëzgani se në Malëzgani u konë ndërmarë kombinat bëqësor. Po? U konë dikoni ma ofër 3.000 hektari ka pas vishnë në Gërnik që ka. Po. 200 hektar, po tash atë në mas lupin zdo krejt. Nuk e di, a kem ri periudën kur banorët e Dolcit kam me një farë forme shaj revolte që mos me ndërtu këto projektet industriale rreth Dolcit, a ke qenë këto? Po edhe unë këtu kom se. A jenë realizu atë projekte? Jo, në dërpreje. Jeni ko boju shkak do të thëtë? Po, që di si në kam 2 herë në protest aty,
për mos më ndërtu, ajo. Ja pas një arrit pakten. A e ndët ke ajrin edhe kretë këtu? Po normal, se ajo tash që parasheshin jo dhe këtë dolcin. Po den pe, ajo thëshin si... Me e marë komplet. Ajo, që shë falëshin fabrike cementit të burë, thëshin. Po. Tash ajo kuptuat fabrike cementit, ato gërthysë dhe shka përbonë, s'pelon atë malë me jetë. Po. Jo se ajo fabrika cementit, po njëherë jo për shka për dihune në ashtë të ndryshojnë, si të ndryshojnë në ashtë të qeverit. E nuk i dijet atë. Po që aty është problemi. Nuk i dijet atë. Jena lodhë për i zgjedhjeve. Allah, i të jesh jena. Ashtë kësë dënë, mëna u hek të shenët e gjitha, deri. Edhe apet tash me 28-in. Allah, shumë s'për dita shumë veç, nuk për di branjeri pasha. Sa i përket komunës, këtë qeverisja lokale, a ka bo për dolcin mjaftueshëm? Kanë punu, nuk është se s'kanë punu, të punu janë, një në kopja që i herë, po... Qka të bati, shala bati për të mirën e ju. Ndërum, falemderit shumë se ti ka ke dalë me ecë, falemderit shumë që ju nale edhe bisedove pak me mu, po të rëj ma të mirën. E to kësaj të akina i troa veç? Ja, kam që atë 20 orë rrës shpije. Bali paske, me mujtë me nejtë gati që atë super është. Pa, ja, mirë, kam në... A mundu me vazhdu edhe këneja, ka shtëpi të tjera? Palla, ka veç këtë, më thënë, në dy shpijë, qaj si ke, kale me qitë kërë. Po. Nesë, është mërgjimtar, po vjen, ka ndërtu që aty. Ashtë dhe një tjetër një vlaj tina që aty nga të shpijës të plegjve, si banojnë shqiptare. A ka shtëpi të plegjve këtu a? Po. Ndalës? Po, kanë marru. Që? A ka heq pleq? Ja, se kanë shu hala dhe veç që e kanë rregullu. Po. Ju për Turit Nera, falemderit shumë, shumë falemderit, shëndet. mirë. Falemderit shumë, në për mjegull, shumë falemderit, respekt. Takimet spontane janë më të mira, në fakt se mësojmë edhe ne diçka, kërkoj ndjes për keq informimin që e bona, sepse banorët përmes protestës nuk e pas kanë leju që ajri i tyre me ndodh pej projekteve industriale, që e dim që është shumë shkatrimtare në fakt për një natyrë, që në fakt edhe Dolci është rrethuar me një natyrë të madhe bukur mirë, po që fatkeqësia që ju nuk mënimi po, sepse e ka përfshi mjegulla në këtë zonë. Shumë interesante se ka kemi ardhur në Kiev nuk ka pas, ka qenë të nxet dielli në mes të dhjetorit, por që kjo pjesë vetë se e ka pushtu mjegulla, dhe dihet që jemi në këtë sezon edhe është më e dishme, që ka me pas kështu që për jo bëj kujdes edhe ne erdhëm me veturë edhe ke shumë mjegull, kena arë shumë ka dalje për shtajina edhe në orët e pas ditës gati shumë vënd para se më na zonë teri. Gjithsesi që zotëria që ma dha një lajm shumë të mirë në fakt që ka ndërtu një shtëpi për të moshuarit, që në fakt nuk është gjë e mirë heq, se me pas kush me imbajt të moshuarat në për shtëpi, kishte me qenë shumë mirë, po me qenë se jemi në Dolc, po u japim një rend edhe për ju sillim edhe juve pamje së bashku me Dinin. Ndërkohë Dini këtu nuk ka mjegull, mundet me ju sjell nga pak pamje, që janë disa objekte të braktisura dhe të lëna. Ne nuk e dim se çfarë mund të jetë, po ndoshta mund të atakojmë dikën tjetër si zotëria, banori i Dolcit që 11 vite këtu. Në fakt është një ajër shumë i bukur, po nuk i kuptoj këto gërmadha të cilat gjenden në këtë pjesë, mbase mundet me i kap kamera se çfarë mund të jenë në Dolc, por uroj që kemi me taku edhe ndonjë qytetarë rasti ose banorët e Dolcit që me na tregu, sepse po shoh shumë shtëpia të cilat janë të lëna pas dorë dhe kryesisht janë të braktisura. Çka di, unë krejt qytetarët e Kosovës janë të mirë, janë mikprica, po kum dëgju që edhe të Dolcit janë shumë. Po ne pa i pa u taku, pa u bindë, mi u tregu dhe juve, s'mu i me dhonë një verdikt final. Kështu që po vazhdojmë për ju sjellim pak pamje mbas se takojna dikën tjetër. Për ndryshe, dua ta përshëndes zotin Lek Froka, i cili nuk gjendet këtu, dhe është fatkeqësia ime sepse është një person nga Dolci i cili njeh shumë për historinë e Dolcit. Qoftë në periudhën e luftës edhe më tutje se çka saktësisht ka ndodhur, po atë nuk e kemi këtu fatkeqësisht sot, por kur të sheh këtë emision në fshatin e tij, uroj që kam i pëlqyer paktën çka po mundohem me prezantu. E ndoshta me një rast tjetër kemi me taku edhe zotin Lek, i cili i ka disa vite edhe një bukur mirë historinë e Dolcit. Ndoshta atë zëvendësojmë ndonjë banor tjetër, kështu që hiç nuk po i dihet. Dini po ju sjell pak pamje, po shkojmë përndryshe, kjo mund të jetë edhe shtëpia e plegjve ose të moshuara, më falni, e që ndoshta e morëm ndonjë informacion kur e ka mendën me u hap edhe planifikohet me pas shumë
banorë që do të jetojnë këtu, shumë e çuditshme me një fshat që tjetë ndërtuar kjo, po është një lajm super fantastik. Edhe të shohim Dolxhi, a ka shkollë, a ka mjekësi familjare, ose që më thë që janë në përfshatra, që si sane. Hajde me pak po me din qka dhe që të kap kamera, sepse nuk mundesh me e marrë në total, e di. Nuk është funksionale në fakt, edhe dini po thët, për shepe atje, nuk është funksionale, po që po duket që është mjaftu shumë e madhe dhe ka me i pas kushtet shumë të mira. I kemi shumë kushtet e mira i pas kamera dhe nuk mund është me e kop. I kemi 2 qenë atje që po na vështrojnë me shumë këshëri, uroj që mos na sulmojnë, dini ofrojnë pamje. Janë shumë të egrë për ndryshe, uroj që mos na këshyrin. Ju ftoj që të largohni dhe të na leni ta zhvillojmë emisionin, apo jo? Po, a? Po shkojmë sepse s'm kam vejt as një tre gjak në trup për bes, se ca ta 2 huligana na këshëshin. Për ndryshe është shumë të qetë, po e shë dikun flamurin e Bashkimit Evropiane që kisha dasht me e lexu çka mundet me qenë kjo. Unë shkoj dinte vetëm për qellën. Këto janë disa themele të shtëpiave të rënuara. Okej. Shtëpit po thot janë ndërtu me ndihmën e Bashkimit Evropian në bashkëpunim me Ministrinë për kthim. Okej, këtu janë shtëpi që janë ndërtu, po janë të mbyllura realisht. Nuk janë funksionale fare, po e një traktor nëse është bo me këtë qëllim që me qëndru banorët këtu, edhe janë ndërtu, kam dëgju. Qa po thudin? Po e di. Edhe po du me thonë që qeveria aktuale cila është në detyrë e që kanë dëdën prap në përvendet të tjera kanë ndërtu shtëpi, sidomos në pjesën veriore atje, një gjë shumë i bukur për shtëpit janë të mbyllura, gjithsesi banor nuk ka, po vazhdojmë edhe pak edhe të shohim se a mundemi me gjetë dikën prej tyre. Ajni lodh? Si jeni ajni mirë? Valoj që e gjallë. A jenë mshef mjegëll asë më pëgjoj njerëz. Unë jam i Prishtinës, kam një emision që e realizej në për fshatra. Takoj njerëz paka shumë me folë për historinë e fshatit, po këtë së më pëgjej. Jo, valoj.
të varëbëria? Qëta është fshati para lukte kanë 54 shtëpi serb. 54 shtëpi serb. Po, që tash jemi veç 54 54 shtëpi. Ju jeni banor Dolcit, a? Pse kanë lëshu këtë? Pse kanë lëshu po mënej komuniteti serb Dolcin? 99. 99-ën Po, kanë ecë. po. E ju? Kush? Ju, po mënej jeni të komunitetit shqiptar? Unë jam serb. A po? Po. Këtu qysh pe kalan? Pa qysh po kalon? Di qysh, ka di, nuk di bashkësi. Ju shumë mirë po dishe. Jo, ma se fotografoje, ma se qitë kamerë. Jo, më sanin. Nuk kemi, kur gja nuk kemi. Ju uroj punë në barë, pra. Kalofshit mirë. Mirë të pafshim. Natë 9 me 2025 ka ndallim shumë. Nuk e di çka mund të ketë ndodhur, na tha që kanë qenë 54 shtëpi të komunitetit serb. Zotëria në fjalë foli shqip dhe që sigurisht domosdo duhet me mësu gjuhën shqipe sepse jemi në liri. Qa me thonë? A i tha që mos më fotografoni, nuk e dini a e kopi pjesën. Respekt që tha mos më fotografoni sigurisht që janë një popull. Sidomos këta që kanë mbetur në Kosovë, ndjen pak më inferior, sigurisht sepse shumica janë shqiptar. Nuk e di sa dëgjuat, po tha që nuk kemi asnjë kontakt me komunitetin shqiptar. Me sa duket, kjo anë që është djatha zmeja në këtë rast, është e komunitetit serb, por që 54 shtëpitëve tyne tashmë ka mbetur vetëm 5 prej tyre. Përndryshe shohim shumë kulla të ndërtuara me guri që kanë qenë atë kohë që i kanë mbetur vetëm themelet, po besoj din mundët me u kop kjo pjesë, fatkeqësia jonë është mjegulla, edhe unë i kam hyrë vetëm një rrugë, për shembull kjo shtëpi me numër 76 është e pashfrytzueshme, po ashtu edhe numri 78, një shtëpi që është ndërtuar nga Bashkimi Evropian në bashkëpunim me Kosovën, si që e lexuam atje më herët. Edhe shtëpia në anën e majt është e mbyllur, për që munden me qenë mërgjimtar, dhe shumica shtëpive pra janë të mbyllura. Pa njerëz në fshat Dolci po do këtë një fshat seriozisht fantazm, sepse shtëpitë e mbyllura edhe mbase kur nuk ka shumë njerëz që mundet me qenë edhe fatkeqësi. Se kur të mendojsh Dolci me Klini ka vetëm 5 minuta rrugë, nuk e di a i bënëm 5 minuta ose më pak, por që ashtu diçka, kemi një vikendit, si që po një tashmë në popull, por që këtë rrugë dikush e ka pej banorve e ka gdhendur vetë që me i dhonë vetit hapësirë për me kalu, për ndryshe në Dolc nuk pas ka një rrugë të asfaltuar mirë, sepse është e qarë, edhe mbase ndoshta kanë mujtë edhe me e shkatru peshat e rënda që kalojnë kësajde, nuk e di, ndoshta gjatë tërditës, edhe një shtëpi tjetër e mbyllur. Po shumë tokë të pashfrytzuar, nuk e di se kujt mund të jenë këto, por paska edhe shtëpi, më poshtë që si kop kamera fatkeqësisht, por që i takojnë luftës që janë të shkatruar që nga atëherë. Përndryshe, në vitin 1999, gjatë luftës, ka pasur dëme të jashtë zakonshme, edhe Dolci, edhe aty shihet një shtëpi, e që është pas kemi edhe rrjet elektrik në për tokë, nuk është që guxojmë shumë me rreziku, por që din që kjo pjesë hade gradualisht shkojnë atë që ty sjellin pa me si po duken këto shtëpit, se po shohim pak më të kalueshme këtë pjesë. Po duken shtëpi totalisht të braktisura dhe të rënuara. Edhe një tjetër që është e boshatisur.
E thash që kjo pjesë mundet me i taku më shumë komunitetit serb, që janë pakic në këtë fshat tashmë. Edhe një shtëpi tjetër e Gurit që ka mbetur në këtë formë, edhe formën e ka shikato gjokin. Nuk kemi shumë pak edhe pjesa tjetër nuk dëgjot. E kemi edhe këto dinit që se mund është më përcjell një shtëpi tjetër prej Guri e që është e rënuar, që mund të deshni nga këtë pamje. Me sa duket nuk është që vazhdon rruga më lartë, ose që mund të sjellim rrëfime të njerëzve të paktën në këtë pjesë pa kalu në pjesë tjetër të Dolcit, po ju lëm vetëm me pak pamje nga kjo lagje, e thash njerë, po e them edhe njerën tjetër, mund t'i themi lirisht fantazëm, sepse nuk po takoj njerëz, po kalojnë pjesë tjera fshatit Dolc, mbas se me taku dikon që më flet për historinë çfarë ka ndodhur në fakt me këto tokat që janë të braktisura, nuk po shoh as edhe idenë të ndërtuarit diçka të re, kujt i takojnë këto toka, sigurisht që toka është e shqiptarëve, po me e ditë saktësisht që mos me aludu kështu prej anës time dhe përmes emisionit votër. Pak pamje do takomin pjesë tjera të fshatit Dolc. Sado që në këtë situatë e jashtëzakonshme, të kohës e jashtëzakonshme, por gjithsesi do të me u përfundu emisioni. Ju dua. Sikur çdo vendbanim tjetër në Kosovë, në këtë tokë dardane, edhe në Dolc gjendet kalaja e Jerinës, e që informacionet e sakta nuk ka prej kur datën, por që dim që është e lashtë dhe e bën të kuptoj që Dolci si vendbanim është qysh mëti. Kala që është vendosur rrugës kryesore mund të avresh, por me një pikë strategjike në më lartë, që i vjen në vend Kodrinë Malor, e që është vendosur për pika strategjie, e që kanë shërbyer për në atë kohë. Edhe për kalan, base mundim me pyet dikon tjetër. Shkojmë. Që atje për shë gjallëni, për shë njerë të cilët janë duke jetuar, ne mund të aprovojmë fatin për që fatin mbetet jetim. Qun gjë quni është një rrugë atje. Arkeologët për ndryshe kanë punu shumë tek kalaja për të bërë gjetje të tjera.
Po e shes atje në informacion, shesim kurbana, po e pres dinin pak, të thiri, që që ka numrin, 049, të shëf pronarin e këtyre kurbanave, kem edhe dhija, po thëtë. Unë në fakt jam të i dëgju dikon kurbanat, po nuk përdi ku e kanë delet që i kanë shu kopin, po nuk po javë gjej pronarin, kështu që po e lëm me kaq. Edhe shkojmë, vazhdojmë. Ky objekt në Dolc, nga përshtypja e parë, është ish shkollë, sepse vrejet dukshme që nuk është më. E një objekt tjetër që është ende më i ri, po ashtu është i thyrë dhe i braktisur totalisht. Absolutisht që është shkollë. Në gjendje super të rëndë. Nuk e dija ka ndërtu shkollë Dolci, po që anën tjetër tash ju tregojmë. E thyrë kështu që nga gjithandej, kështu që është në mes të pishave kjo natyrë, me qenë kjo gjendje është pak një gjendje shumë e rëndë. Si duket pas ka dalje din edhe këtu, po shkojmë. Hajde.
kështë gjasë në kanë thonë, po nuk në është edhe s'kanë pasë fërqe. Po, a? A din më thonë në moralitetin. Mirë po nuk tani bashkë me një kom punu, më në zhra. Unë të beta thonë dhe shqyrë, unë e thasë nuk di shka ndurë mas generato që të është punë. Për djemë të mi ka flasë, jo as dhe as drejtore më shelën para të punë. A dhe pëse vjen dikush në përnjes me ju, bazë shërë dhe shka. Apo me nësë kanë prit banorët e Dolcit, apo komuniteti e serbë? Ja, komuniteti e serbë. Në kohë këta dhe që kjo konë këta tjetë s'ka posë pak. Po. Së një valë që ishin ka 54 shtëpi këto ma herë. Ma shumë, po këto e në shtëpijet e serbë e në kohë, që më thonë në farë krevule, ka 2 dhoma, ka 2 vetë, edhe, ja, edhe 50, 70, as di sa theshin si në kohë. Po. E di që kosë në që aty për në ishëm edhe vishëm ka herë kësajtë. Njërë ta kanë posë një, njërë kanë posë u borë kohë. Që zoti pesh. Ku të që është pesh. Tani me thot drejtën ai kur mbotën një pak aty. Mirë po tash e kom mirë dit. Na konkuishi se kur jo na nuk kemë shka më rrugë. Po. Se qatë një me vetë as si këmë bo. Unë as këmë thonë që. As ka bo kërkushu Po, në gjashtë. kohë. Punën Jo, tonë, po, jetën po, tonë. këmë thonë as sa nuk mund se s'kam që. E shta që kanë betë që ta banorë, që ta mangë shumë e që, a mirën me najtë janë, a mojnë ljepë kësaj dhe hala, jo, a. Vallaj, kësaj dhe nuk e di si ka firma të ljove. Qështu ky më i mon do del dhe mon që do farë traktura, pire qështu nuk e di asyn ka jetëm shkafët duhon atë. Po nashtë një farëfur me ky i mon o burë. A e komentojnë politikën basë? Me përmen kurti nëse ka marra kësaj një tjesë që si ka dele të jabën dhe kurti ka më e qunë. Nuk e provokaj. Po normal. Se adin me thonë drejten, kur është për shemull vakti, jem në front lotës dhe gjithë kush luton për atë punë. Adin se nuk e prit. Mirë, po kur është njeri si, është i, që shmë thonë, on nërmun, ma një farfur, on dominoj për shemull, për atë si të këta adin, se bazata me putësh në burg atje. Po. Mirë, po nuk e kanë atë farorën që shë kanë posë. Nuk kam qef as me ngusë njërë, as me jamoj. A javon pak si në shësë. Ne, në shqitarë se kena zakon provokimin. Po, dhe. A javon njëni që atje. A ki informacion se më falë që të këmbo për bankë këtar pune. I poshtë dhe shtëpia që e patën logën e flamurit të bashkimit evropian. A ju kanë dërtu shtëpia këtyne komunitit? Po. A tu kënë bërtë? Kret aty. Po, më rinë kom për nëse tash. Se kret më shku në atën të kalëzek ku ja kanë maru. Ato i poshtë për mes pameve. Kret i poshtë ato, po atu kënë ndry. Po, kretë ndryshë, ja, si në konë se, ja, vinë ka 2-3 ditë, në 3 muaj, vinë hesh, rrallë, që ashtu, shumë pak vinë. Po. Adhe në më thonë drejten, jo. E për kalojën e Jerinës, a dina i sen? Kaloja e Jerinës është në Dolc. Ko gja e lashtë? Po, aja është boz asfalti, se ata kishën e kanë ati. Po? Po, kishën e kanë. I cila kemëre? Ati në tura. Po? Që aty në rëvisi nuk shritë se tura është aty. Ma lartë, dhe më thonë. Për të cynë e shpijavë të komunitetit të sërë. Rrugës kryesore si të vishë. Po? A dina e ura si është aty në Dolc. Okej. E në tash ose ka të shkresh se ki në 9 maj. Po? Ata kanë, nëse para luftë, kisha e sërbëve. Po? E që aty, thunë si kon kale. Nga sajt, po, nga të kishës. Që ato bërë. Nga të kishës. Po, që ashtu. E po kjo kanë komunë, një ku, që të kishë që kjo. Baba e në kur ka dzekë, kanë komunë klina. Kjo Dolci. Dolci. Para se ujmirë, ujmirë kanë komunë, para klinës. Të një u hek për ujmirët, ka orë në klinë. Po. Nëso në shethni, nuk mojnë menë se adin, aja do të më konë dikon në 58, dhe në 56, nuk e di saksisht se u konë ujmirë komunë. Të një ka dalën orë në klinë. Nëse gjithsesi me klinën jo shumë largë, Jo. adin po më nej shërbimet i kryni në Ja, klinë. këtu e kemë taman, asë nuk jemë se qërë kërë në orë të, më lajë që i kam gjëroni, pa nëse mërë në qëtë, kom qefë edhe në, tha nga t'jove. Po. Për me hinë qytet, tha s'kom qefë. Ja, atë mos na Po, adi qeni. tha, e të një me thot drejten, para në 2012, në sa vjen që tas 13 vjetë, sa vjen, 14,
e ka marrë ka 800 euro. Në qëtë i ka marrë 20 ari për vetin, 2 vllaznia ka 10, 40 ari i kena marrë, edhe i kemi. Shumë mirë që jeni ratu. Kena ndërtu të shtëpia, bëtë thëmë drejtën ku ja ku më po, të tërët. Jo që ja thash në parë për tërët vetë, po ju gasi ja falsha, din. Sa unimin marrë 3-4 shtëpia, s'den e këbili kërë, se kësha në gjuhët kërë e trupëvaj. Tha, pas ke marrë shumë shtëpia, thash, jo kanë marrë vëllazë, do një ka marrë thash, po thash, tash edhe gjenë. Që sani ma i mirë që tash pa dash me hy aty në politika së mënej që janë sene trona, po shumë mirë që ke arë ke bletë tokë tina dhe sot është toka jote, është toke një shqiptarit. Qëre, tash na mujna me abo qefin vete gjithë qysh. Po. Kalujem atë. Për me, kjo nuk shkën për për e vletë tokën. Kër një vlesh tokën a i s'ka ku. Me pe bëjë dhone, pe bëjë presione. S'mo, se na mas pari nuk kemë kër thesh du të me menu se s'ki edhe ka qek për atë punë. Po. Kjo a këshu me shqit që tokën e vetë? Pa i zëtë që të shka ka që të. I pa ta thënë hera peshet. Pa i ketë i ratë lega. Leg ketë i ratë. U sa ra koq. I thash a peshet, a din. Se më thare ja tha bo, tha për të kemi shrit. Thash, se i pa ta thënë thash unë s'pët thëmë, thash po kur të kish njëtë në dhe me më tregu. E pja voj që aty thash, kom një thash si për dhe me shrit. Tha, nëse njën thash jem dek sonte, tha, nesër s'di shka bëhet. Nesër edhe merre falë. Po, tha, s'di shka bëhet. E thash, anë më dje kesh, thash, po, thash. Kër na qëtu qëtë rrugë, na prënë një herë bje, ka mu marru nozë baja ki qëtu. Edhe tash, hiko noza, ja marrë ke deb me kumbaje dhe atje, do më thonë hike met ke rruga qëtu, si është në kasastër, i hikë 10 metra këti, edhe mu më dëmtejshin atje, e për që ta është për ngesë, si nëse këna lojë herë, unë këmë thonë mas pari, pa bon shpërëndësimi, nëse le kërkonë me hinë prënë teme. Po normal. Thash në tjetër për thoma tjetër, kom pëmë, për ma ja bëjnë një zhënjë. Thash, qysh më hinë, thash, kërë tjo të shke, ku e në dëmonë, ku tani më thonë, dë pagum ti mu. Mu më kënvenën rruga. Ja, pa tash, le rrugën e shtetit, e hinë 10 metra në tonë, aja nuk ka logjika. Po. Ja, Tash, qa the ka me lidhë kjo rrugë? kjo ka më ka tranzit, Po. që kjo rrugë. Pej kryqit Gërnikit, ka më ka tranzit, e del atje në për klinë, e del për Gjyrakos në thonë dikon. Po, ani shumë mirë. Po, ja din kjo është të punu, që edhe që në të punu. Mirë, po, shpërndësim s'kanë bëma burë. E për ata, unë e këmë në thash, unë thash, edhe du me ditë thash edhe tjetra thash, unë jam më shpiqa ty thash, mu të ma afrosh, se s'jam për ata thash, edhe mu s'në konvenën thash me të shqit tu, këty thash, edhe me pengu për pak, po, jo thash më me hizë disa metra në kitanë thash, kur s'ka shpija heq. Normalisht, normalisht. Se kam gjithë kush e ka hallin e vetë, a e në ashtë i s'dën me të shu, po unë mu më pengën, se ma bën pa mundshme mu jetën aty për shkak kur më rrasë 6 metra, kur të vinë ata mas pare aty, të e dridhë, ma ta farë hamamat, ku ma kërë shpia thash, në qa kom hek thash, shka ju imë në marru që të shpi thash, marë. Po dhe marë, preshe marë. Preshe marë vallahi. Ndërëm që vata jam njën. Shermet. Zoti Sheremet, përshëndes, edhe herë Zoti Sheremet. Kaloni Faleminderit mira. shumë respekt, Hajde. e gjithë shka me të mora e me të mira. Hajde. Qimi me të mira. Në një pjesë tjetër të fshatit Dolc, që mbizotërojnë po ashtu qetësia dhe banorë të pakët të cilët jetojnë nëpër shtëpitë e tyre, është edhe kjo pjesë dhe siç mund të shihet edhe brapa me, por që nga mjegulla nuk shihet edhe kryqi i kishës katolike që shihet nga kjo pjesë shihet edhe nga larg, por nga mjegulla edhe mundet mos me odok.
Përndryshe që siç na tha dhe Zoti Sheremet që ekziston diversiteti i besimeve të ndryshme, ka pasur katolik dhe musliman dhe nuk i ka penguar asnjërin palë sepse kanë kaluar gjithmonë mirë, po ashtu ka qenë edhe kisha e serbëve në Koton, po gjithsesi që me periudhën dhe kalimin e kohës ajo është shkatruar totalisht. Çka më erdhi keq në fakt që nuk ka shkollë tashmë fshati Dëllc dhe tashmë do të bëhet edhe rruga tranzit e cila është duke u punuar në të përmes pamjeve që dini u asolli deri më tani, kështu që nuk e dija ka me i lëviz shtëpit ose jo, po sipas banorëve ajo tha që është më se domosdoshme. Përndryshe kjo rrugë e cila të çet më njëherë në rrugën kryesore, siç na tha Zoti Sheremet, është shumë e shkatruar. Unë e di që këtë rrugë kur ka kolona në magjistralin Prishtinë shpeshherë përdoret si rrugë alternative për me kalu, por nëse e shohim pak, mundim me e vrejt që ka është tërësisht e shkatruar sepse edhe këtu kalojnë pesha të rënda siç janë kamionët e që mundën me e dëmtu këtë rrugë. Në fakt, fshati Dëllc pas ka shumë mungesa, sepse kur tësh mungesa e shkollës, se siç e pat në atë gjendje që është e thyer pak, është për të ndjerë keq, sepse sado që nuk është larg Klina, ata shkojnë deri atje, po një fshat pa shkollë, pak është një fatkeqësi që unë e cilësoj. Na ka mbet veç edhe pak me shfos në këtë ditë me mjegull në Dëllc të Klinës, edhe mbasi kena mi rezervu një ditë tjetër që me u po ndoshta edhe më kthjellët. Po vazhdojmë për sjellëm me pak pamje, çka do që sjell ose çka kop kamera jonë. Rëni me neve. Ka që keshim për emisionin Dëllc. Nuk jam i kënaqur as pak sepse nuk kam takuar njerëz, por gjithsesi ju sollëm pak pamje edhe një tëra, pak po i them rrëfim të Zotrit Sheremet që takova nga ky fshat i cili ka ardhur që 11 vite këtu dhe sigurisht që foli pak edhe për bashkëtesën me komunitetin serb, të cilët kanë mbetur vetëm 5 shtëpi prej tyre. Sigurisht që e kam thonë gjatë emisionit për i theksoj që mjegulla sot ma kam pa mundësu me gjiru emisionin si që jeni mësu me pamje të bukura që vinë nga fshatrat e votrës tonë, por që gjithsesi një përmbledhje sa i përket fshatit Dëllc, fatkeqësia e këtij fshati është që ai është lëshuar, është braktisur nga banorët, shtëpi të mbyllura, shtëpi të rënuara dhe shtëpi të cilët ju kanë mbetur vetëm themelet. Po ashtu, qeveria e Kosovës së Bashku, jo qeveria më falni, por Bashkimi Evropian ka ndërtuar shtëpi për banorët e komunitetit serb, por të cilët i kanë braktisur dhe siç dëgjuam ata shumicën prej tyre i kanë shitur tokat e tyre, në fakt mendjes kanë pritur dhe për të shkuar në vendin që edhe ju takon, e unë uroj që në fakt kanë me u shit të gjitha tokat tek shqiptarët që ky vend me lulzu prej komunitetit shqiptar dhe me fol kudo shqip. Sigurisht që Dolçe ka historinë e tij. Unë kërkoj falje që nuk mujta me finalizu ndoshta të tërin për një termin tjetër të ndonjë ditë tjetër, po i premtoj të gjithë banorëve të Doltit që do ta realizoj emisionin edhe mbase kam e taku edhe me shumë njerëz. Nuk është që nuk ka, po mbase fatkeqësia jonë është që në këtë ditë pune në mes të javës ata nuk gjenden në fshatin e tyre sepse janë në punë. Ka që nga onë vali, mos harani që emisioni vazhdon për fshatra dhe treva të Republikës së Kosovës, e ne takohemi të premtën tjetër me shumë dashni të madhe rrujë dinë se për çkel kerri edhe masanej mujna më shku në emergjencë pas kësaj video. Nderuar shikues, faleminderit shumë që më supportoni për krahni edhe një dashni shumë të madhe për me lënë takim në të premtën tjetër në ora 18. Nga Dolci i Klinës, miropafshim. Dolci është një fshat i vogël, por historia e tij është e madhe, një histori që vazhdon të shkruhet çdo ditë mes të kaluarës së vështirë
dhe shpresës për të ardhmen.